Parku Rinia në Fushë Topan ka marrë një pamje krejtësisht të re fal një iniciative të ndërmarrë nga Florina Ahmeti e realizuar në bashkëpunim me komunën e Çajrit dhe banorët e Lagjës. Ky projekt ka sjellë një transformim të rëndësishëm të kësaj hapësire publike, duke e shndruar atë në një vend më të bukur, më funksional dhe më të sigurt për fëmijët dhe familjet. Parku tashmë është pajisur me kënde të ndryshme lojrash dhe rekreacioni ku fëmijët do të kenë mundësi të argëtohen, të kalojnë kohë cilësore dhe të zhvillojnë aktivitetet e tyre në një ambient të përshtatshëm. Nuk e di, shiqova një podcast e Grida Duma, ishte një aktore e njohur Martina. Ajo në bisedë me Grida Dumën, unë çdo ditë mëngjes ngrehem dhe pastroj pallatin tim përpara dhe mbrapa në Tiranë. Dhe ajo disi më reflektoi që unë thash, po kur një aktore ose një intelektuale mund ta bën këto pse çka kemi ne, do të thot inspirimi prej aty filloi. Mandej gradualisht unë jem shumë adhuruese e kafshëve, edhe kam një qenush e nxjerri ke parku 3 në ditë e kom patjetërsueshme, kështu që duke shiqur çka mund të bëj, çka mund diçka të ndryshoj, se është një park jashtëzakonisht i bukur, që unë 3 fëmijët e mi këtu në këtë park jenë tani në moshën e adoleshencës i kam rritur, dhe tash kam kujtime shumë të bukura, kalojmë një pjesë shumë të bukur ke parku, tash çka do kishte qenë ajo që unë do kisha mund ta realizoj ndonjë ndryshim të bëj ke ky park që të bëhet pak sadopak me kushte elementare dhe pak më i bukur që edhe fëmijët të argëtohen. E fillova me gur që kishin ngel nga, të them, kllupat, ishin ato të prishuna kllupat, dhe me gur i mora edhe bona kënde me ngjyra, fillova të ngjyrosi, mandej fillova të varr diçka në përdrujnë, ashtu ta kem pak unë personalisht ma bukur. Mirë po, nuk e kam pritur që prej atymve gurve që unë fillova, ta kem mbështetjen aq të madhe prej banorëve, prej Lagjës në përgjithësi, edhe mos flas ma prej fëmijëve që gjatë gjithë kohës 3 muaj, 24/7, ne gjatë gjithë kohës kemi ngjyros, kemi varë në përmure, kemi regullu, po thuajse edhe një javë të kemi atë pastrimin e gjithë Lagjës së bashku me fëmijët këtu në Lagje. Vetë se kur e tregova idenë time, isha në bashkëbisedime me kryetarin e komunës, zotri Izet Mexhitin, të cilën e përshëndesim se kemi pas jashtëzakonisht përkrahje shumë të madhe gjatë gjithë kohës. Po thuaj se ka qenë një mbështetje e imja, e fort, që gjithë kjo bukuri që është bë, unë jam mirënjohëse, falë ti, që kisha motivim të vazhdoj edhe të bëj diçka edhe ma bukur për ke edhe mbështetjen. Ne kemi pas edhe donator, të thot që na kanë mbështet, jemi në pritje si për të vinë këtë javë edhe lodra tjera, kështu që besoj që do bëhet një bak shumë i bukur dhe shpresoj që unë t'jem një motivim edhe për të tjerat që do të thot prej një sendit shumë të vogël mund të bëhet një mrekulli shumë e madhe. Kishte shumë nevojë, neve ende do të bëjmë shumë punë në këtë park. Do bëjmë edhe aktivitete tjera, do mundohemi fëmijët të kenë gjithë kohës aktivitetet e parku, se kemi fëmijë që ngrehen mëngjes dhe në mbrëmje bin të flejnë që e shofin vetëm këtë park. Kështu që t'jeti bukur edhe për ata fëmijë që nuk kanë mundësi të shkojnë shofin vende tjera. Që shumë të bukura, kemi një rini të mrekullueshme, edhe kemi fëmijë që meritojnë shumë a shumë në këtë vendin tonë. Me shkollën, kemi një pushim të këndshëm 3 mujor, kështu që mund të realizohen shumë aktivitete që mund të bëhen te parku jonë, po mos të rinë në telefona e celulare dhe laptop, po të socializohen dhe të dalin sa ma shumë në natyrë. Sonte do të bambajnë performancën, një fëmijët e Lagjës tonë, sot do e kemi këte, javën tjetër do kemi një videobim, ku do shofim një film shqiptar për fëmijët në gjuhën shqipe.
Kemi edhe ide tjera, do ketë një DJ edhe për të rritë këto do bëhet, kështu që na pret një verë shumë e bukur edhe jeni të mirëseardhur edhe. Banorët e Lagjës e di që e kam përkrahjen maksimale, ju duket shumë bukur, e kanë filluar edhe banorë që nuk kanë dalë në park, tani dalin, shifemi më shpesh, kështu mesazhi do kishte qenë, të mbajmë bashkarisht, të punojmë bashkarisht, se vetëm kështu mund të ecim përpara. Veçanërisht të lumtur janë shprehur fëmijët e kësaj lagjeje, të cilët për të shënuar këtë moment kanë organizuar edhe një program të vogël artistik. Ata kanë performuar para shokëve, shoqëve dhe banorëve me instrumente të ndryshme muzikore, duke i dhënë parkut një atmosferë festive dhe plot gjallëri. Më pëlqeu shumë kjo ide. Po, se ishte një ide shumë e mirë, për shembull çdo kush vjet ta shpreh talentin e vet, si për shembull unë në piano dhe dikush në violinë, në këndim dhe shumë tjera, talente tjera. Na ka munguar shumë këto lojdra, tash verë do e shijojmë shumë. Tash do them se na ka munguar shumë dhe na pëlqen kjo dukuri. Po, do kisha thonë që mos i prishit lodra dhe ta ruajmë parkun, sepse parku është vendi ku ne banojmë dhe nëse parku është i pastër dhe ne jemi të pastër. Sot do të luaj në piano dhe të më shohin. Sa të pëlqen parku që është rregulluar kaq bukur me lodra? Shumë më pëlqen parku me lodra. Unë do të performoj me piano. Me piano? Sa të pëlqen ty piano? Shumë. Shumë më pëlqen mua parku dhe do të luaj me lodrat. A të pëlqen parku se si është rregulluar këtu? Po shumë më pëlqen. A do dalish të luash me shoqe dhe shok në këtë park? Po do dalim të luajmë me shoqe dhe shoqe. Ne do t'i rrim këto lodrat shumë që mos i prishim. Unë sot do t'i bi pianos me këngën Bota e Xhuxhave. Të pëlqen kjo Bota e Xhuxhave do t'i biesh me piano? Po, shumë interesante është. Tepër shumë mirë është të bo. Mendoni se keni pasur nevojë për një park të tillë kështu të rregulluar kaq bukur? Po, kemi pasur nevojë kështu. Para këtij publiku do të madhështoj një këngë piano o McDonald's, si quhet o McDonald's, që e kam ushtruar me mësuesit dhe sot do ta bëj këtu. Mendon se do ju pëlqen shokëve dhe shoqëve këtu, publikut? Po, se qëtër kur kam pasur koncert, ato më kanë thënë shumë bukur e ke bërë. Ndërsa, mund të na thuar se sa të pëlqen ty parku këtu, se si është rregulluar me lodra të reja? Po, shumë bukur e kam bërë këtë parkun, e kam bërë me lojna të reja, shumë bukur dhe që është na pa publikë, këto që janë ullur. Ruajtja e hapësirave të përbashkëta është përgjegjësia e secilit prej nesh. Prandaj, le të kujdesemi për parkun në rinia, të mbajmë pastër ambientin, të respektojmë pajisjet dhe gjelbrimin, në mënyrë që kjo hapësirë të mbetet një vend i bukur dhe i sigurt për të gjithë sot dhe në të ardhmen.